Guidat turistike të licencuara luajnë një rol të rëndësishëm në promovimin dhe prezantimin e trashëgimisë kulturore, veçanërisht pranë monumenteve dhe siteve arkeologjike. Guidat në një farë mënyrë janë ambasadorët më të mirë të një vendi, sepse bëjnë atë reklamin më të mirë, pasqyrojnë historinë, japin një informacion për turistët dhe janë ajo pasqyra e më mirë e sezonit turistik në një vend të caktuar. Edhe vetë Kala e Shkodrës për shembull, gjatë projektit të rigjezimit që do zhvillohet falin financimit nga BERSH dhe me zhvillues Fondi Shqiptar të Zhvillimit, e ka parasysh të pjesë dhe sinjalistika e Kalas do ketë të pajisur edhe aspektin teknologjik që çdo turist të aksesojë vetë informacionin për sitin. Sipas Sokolit, një nga problematikat e evidentuara gjatë viteve të fundit lidhet me mungesën e guidave që zotrojnë gjuhët lindore. Kryesisht në gjuhët lindore ka një vështirësi në plotësimin e fluksit turistik që po vjen gjithnjë në rritje me guida turistike, për shkak edhe të mungesës tashmë prej disa dekadash e traditës së formimit në këto gjuhë, si në pjesën e gjuhës ruse, polake dhe në përgjithësi gjuhëve slave. Rritja e cilësisë së shërbimit të guidave turistike mbetet një element i rëndësishëm jo vetëm për eksperiencën e vizitorëve, por edhe për promovimin sa më profesional të historisë, kulturës dhe trashëgimisë së zonës së Shkodrës.